Dosja e hetimit financiar për Bankers Petroleum i është kaluar për hetime të mëtejshme prokurorisë së posaçme SPAK. Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencën duke konstatuar se disa persona të arrestuar kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal, me qëllim vjedhjen e shumave financiare nga kompania. Ky vendim është konfirmuar për mediat nga burime pranë prokurorisë së Fierit, sipas të cilave CEO i Bankers Petroleum kinezi Hong Ping Jiao, ish drejtori Leonida Çobo dhe disa të tjerë kanë vepruar në bashkëpunim kriminal. Të akuzuarit përfshin skema mashtruese me TVSH-n, evazion fiskal, ndërsa për Leonida Çobon ndryshohet edhe pastrim parash. Pak kohë më parë, gjykata e apelit ndryshoi vetëm një nga 5 masat arrestshtëpie. Dorina Goga ndodhet aktualisht në detyrim paraqitje për shkak se është nën e një fëmije të vogël. Aktualisht në arrestshtëpie qëndrojnë shtetaci kinez Liani Wang, shqiptarët Ardit Kero, Flavia Çapo dhe Kledi Xhan, ndërsa për Malinda Thana, Matilda Ibraliu, Ertona Demaj, apeli ka konfirmuar masën detyrim paraqitje dhe ka revokuar ndalimin e udhëtimit jashtë vendit. Aksioni në Bankers Petroleum Albania u krye me 2 korrik nga prokuroria e Fierit, me ekzekutimin e 10 masave sigurie, ndërkohë që 4 persona të huaj janë ende në kërkim. Hetimet janë zhvilluar për 6 muaj në bashkëpunim me strukturat tatimore dhe policore, duke u fokusuar mbi deklarime të rreme tatimore dhe shmangje të detyrimeve financiare në shkallë të madhe. Sipas prokurorisë, gjatë periudhës 2004-2024, kompania ka shmangur tatime duke shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit. Pavarësisht se Bankers Petroleum ka realizuar shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliard lekësh, kompania ka deklaruar humbje për çdo vit me një total prej 11.7 miliard lekësh humbje për të shmangur tatimin mbi fitimi dhe për të përfituar rimbursime fiktive të TVSH-s. Kompania mohon akuzat dhe ka deklaruar se do të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet shqiptare për hetimet e mëtejshme. Ky është inserti pra zyrtarisht, duke se SPAK prokuroria e posaçme ka marrë përsipër tetoj ato që kanë ndodhur me Bankers Petroleum, miliarda dhe miliarda lekë të qytetarëve shqiptar, taksa paguesve, të cilat Bankers Petroleum dyshohet se i përfitoi pra nëpërmjet shmangjes së pagesës për TVSH, evazion fiskal, shpenzime të tjera të cilat ndoshta janë të pajustifikuara. E nis çështën duke biseduar me Leonard Karajin, avokat, më thuaj pse me kaq vonë SPAK-u vendos të hetojë Bankers Petroleum. 3 herë është kthyer kjo si çështje. E njëta pyetje do edhe për ju, Karanxha. I ka ngec në derë. Ç'do më thon? Po sa po theti, do më thënë që kanë pasur 3 herë dhe nuk e kanë marrë. Në rastin konkret, kanë parë, do më thënë që është aq e madhe si histori. Këta kemi stërthën, sa që kur flitet për mega aferat të tipin incineratorët, kjo është 10 fish, ha? Këtë do duhet, domethënë, të ta çosh imagjinatën për te çdo lloj logjike të mundshme, sepse mjafton të paktën shifra që është deklaruar, le të themi zyrtarisht. Prokuroria, më ka thënë prokuroria. 15 miliard, buxheti jonë është 8.2 miliard sot, se në kohën 2016-2017 4-5 miliard ishte. Pra, teorikisht 3 buxhete të shtetit shqiptar kanë bërë dëm Bankers Petroleum nga 2004 deri në 2024. Pra, ku edhe përpara një 3-4 muaj që kemi biseduar, unë jam munduar të ta zbërthej, pa qime në gjuhë, si dhe kam qef unë të flas, janë implikuar fatkeqësisht të gjithë. Që nga Fatos Nano, nga Sali Berisha, nga eksponent të lartë të partisë Genc Ruli me shok, tek Edi Rama, tek ministrat e Edi Ramës, tek ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, tek prokurorët, dhe derisa erdhi tani, dhe arsyet prap që ju futën Bankers Petroleum, pa harrojnë shqiptarët se është bërë për të mirën e tyre, pra të mbledhin paradgjëja, ta vëmë në linjë të jo. Do heqim Bankers që të vëmi Bankers tjetër. Këtu është gjithë historia. Të mos bëjmë, domethënë, sikur po mundohemi të fshihemi pas gishtit. Bankers nuk është një gjë e vockël dhe nuk lindi dje. Ka ardhur në 2004 në Shqipëri, nga një kompani 100% e sponsorizuar nga George Soros. Tani shumë njerëz mund të thonë, po George Soros nuk është kanceri i shoqërisë, sepse deri diku ka dhënë para për këtë vend. Pjesa më e madhe e elitës, medias dhe politikës shqiptare nga George Soros ka dalë.
Vin nuk e dia ke marrë në lek, unë s'kam marrë për vetëm vini nat me thonë drejtën, po s'jam dakord me politikën e tyre. Okej, atë që kemi në rregull këtu, që nuk të. Dhe vazhdoi pastaj, pra është një kompani e dalë direkt nga George Soros, nga Calgary Group. Ta kam shpjeguar edhe një herë të mos përsëris vetën tje, kompania krijuar në Texas. Kjo kompani pastaj ka hapur dek të veta në Kanada, në Poloni dhe në Holand. Kjo kompani u bë me BNK Petroleum, e cila kishte pjesë më të madhe të Luanit në gjithë këto studimet e geopetroleum, shkoi në Kinë, ku krijoi një deg. Kjo deg e kësaja madje, ta shpjegoj një herë që të jenë më... Po dhe pra audiencën avokat, pra audiencën, se ndoshta edhe harrojnë. Atere, Bankers Petroleum, në pak fjalë, është themeluar në 15 prill të 2004. Po. Dhe, le themi, ka pasur si mëm Bankers Petroleum International Limited. Kjo është një kompani që është e regjistruar në Ishujt Kajman. Ata që se din, Ishujt Kajman janë ato paresa fiskale. Ku zgjendu as pronar as gjë më hiç fare. S'ke, pra ndaj e pën. Okej. Dhe ku nuk deklarohet dot as edhe një gjë. Kjo Bankers Petroleum, pra LTD-a, kjo kompania, është BI, se dhe kjo ka një nën të sajën, e Charter Power Investment Limited. Me selinë në Hong Kong. Në Hong Kong kjo, okej. Kjo e ka selin në Hong Kong. Pra, kamuflazhi është në lloj mënyre, domethënë që ti por nuk e di se çfarë duhet bësh. Nuk mbaron kaq. Kjo Charter Power Investment Limited është BI e Geojade Petroleum Corporation, një korporatë e madhe, e cila është regjistruar me qendër në Kinë. Pronarët e cilës nuk dihen se kush janë, sepse edhe sot po ta hapësh shekërën e tyre. Thjesht të thuhet pronari 1, pronari 2, pronari 3. Se sa janë dhe se sa kuota kanë, këtë nuk e di as edhe njëri. Këto janë kompanit, guas. Shteti shqiptar i pranon kur nuk njihet pronari? Nuk do duhet. Nuk do duhet, pra ligjërisht flasë. Ligjërisht jo. Ligjërisht. Qose ti. Ne flasim për ato vite kur ndoshta ligji mund të ketë qenë shumë ndryshe në 2004, por sot në këto kushte. Prit, mos fol kot para kohë. Unë kam hapur kompaninë time përpara 15 vitesh. Në momentin kur doli ligji për pronarët përfitues, në 2021-shin, edhe pse unë kisha shumë kohë që kisha hapur kompaninë time, u detyrova që të futesh aty dhe të deklaroja kush ishte pronari përfitues i kompanisë time. Bë me ligj 2021-shin kjo? Po, është me ligj kjo. Pronarët përfitues. Tani pronari përfitues, kush është i Bankers Petroleum? Zot na ruaj. Ashtu, tani tre janë gjërat më të kritike në gjithë historinë, pastaj t'ia lej Vinit. E para një është ajo që ka ndodhur në 2007 me Genc Rulin, i cili me vendim qeverie, me propozimin e tij në Këshillin e Ministrave, i hoqi Bankers Petroleum të drejtën e pagesës së TVSH-s. Pra ata mund bënin çfarë do lloj gjëje, por nuk do paguonin TVSH fare. Sepse kjo le të pyesin Genc Rulin, se aty e kanë. Duke i krijuar një dëm kolosal shtetit shqiptar me TVSH. Çfarë do të thotë për ata që se din? Në 100 lek, 80 lek janë fitimi i asaj, 20 lek shkon për ne. Për qytetarin. Për qytetar. Po. Hiç këto fakti domethënë që kjo kompani për vite të tëra ka deklaruar bilanc negativ. Pra kjo nxjerrte naftë, bënte punë, miliona euro punë, miliarda euro punë, por i fryente shpenzimet në atë mënyrë që të balanconte bilancet me një midis fitimit edhe shpenzimit, me qëllim që mos paguante plus jo hoqë TVSH-ja, dhe të merrem i madh është që kjo kompani ka krijuar në kontraktor kryesisht njerëz dhe kompani dhe studio të vogla, njerëz të lidhur me politikën, PD, nga këto kompanit s'do duhet të them emrat, po domethënë kur ndonjëherë s'të dhe deli i nati kur mendon domethënë që ka shinat profesional. Kur këta njerëz kanë marrë para të tipit 2.5 milion euro, 4 milion euro, 6 milion euro, pa bërë kokën e punës, konsaltin. Iku. Tani është bërë në vitin 2013 kur erdhën gallarët socialistë në pushtet, ju futën Bankers Petroleum me qëllim domethënë që të bënin një revizion
Sigurisht tani, dhe lek tek Berisha, po tani erdhëm ne, do hapësh tek ne. Dhe do i bëjmë revizioneve këta. Koha evolon, dhe filloi historia, u zgjati 2 vjet kjo histori. Ju vu një gjob 247 milion euro. Shkua në arbitrazh. Në arbitrazh kjo fitoi kundër shtetit shqiptar, zotërin nderuar, fillimisht. Ju vu një gjob tjetër 100 milion euro në 2015. Okej. U shkua prap, tatimet e kanë bërë këtë gjob. U shkua prap, domethënë në gjykat, kaluar të gjitha shkallët e gjykimit, shkallë e parë, apel, gjykat e lartë. Në të 3 shkallët e gjykimit, shteti shqiptar fitoi. Dhe në 2019, një vendim i gjykatës lartë e detyronte Bankën Petrolin të paguante gjobën për 100 milion eurosh. Dhe ky vendim i kaloi përmbaruesit për ekzekutim. Në momentin kur do i kalonte, Anila Denej, ministre e financave të qeverisë dhe Edi Ramës, nxorri një urdhër, se si e nxorri ajo urdhër, ajo le ta shpjegoj, urdhrin e kam këtu, kur do e ka shqiptar gjithë se ka kushdo atë urdhër, se ka darë është bërë publik, nuk po bëj domosdoshmë se ku kam shpik rrotën, që thoshte urdhërohet që të mos paguhet kjo gjop nga Banka e Petrolit në favor të shtetit shqiptar. Po nga 2019 apo afrohemi çikës, po kthehemi një çik mbrapa, një 3 vite më tej. E mbani mend juve Adriatik Lallën? Ish kryeprokurori. Ish për cilën nuk është se kam ne respekt kushtet se çfarë. Po ama tha ja 2 gjëra shumë të rëndësishme atëherë. Më ka ardhur në atë luja në zyrë, në momentin kur filluan ato përplasjet, tërmetet e artificiale në Zharrës, në Patos Marinë, që po shtëpite. Ku na kujton ato pamjet, nuk pushonte. Dhe kur prokuroria e përgjithshme aso kohë dhe kryeministria nisën një hetim ndaj Bankës Petrolit, Donat Luja i ka shkuar në zyrë dhe unë tentoj ta besoj ka të sipërisht këtë gjë. I ka shkuar në zyrë Adriatik Lallës dhe i ka thënë urdhër, siç japin urdhër këta. Ç'funksion ato japin urdhër? Po sepse është kompania amerikane, pra po të them një tjetër, kompania e Sorosit. Mirë Nard, faleminderit për gjithë ezaurimin që i bëre, është një ezaurim fantastik. Karanxha, siç thash në fillim, pyet e drejtë e njëjtë. 3 herë shkoi në spa kjo çështje, 3 herë u kthye mbrapsht përse u pranua tani. Mendoj që nuk është vlerësuar siç duhet herët e para nga prokuroria, nga SPAK-u, se kjo është çështje shumë e madhe. Kjo është çështje shumë e madhe dhe mendoj nuk është vlerësuar siç duhet. Tani çdo thot nuk i kushtuan rëndësi dokumentave, nuk e lexuan siç duhet apo po ta lexuan siç duhet. Kjo është çështje e madhe e cila për mua, siç e thash dhe më parë, këto janë çështje më mëdha, krime ndaj jetës dhe shëndetit, sepse ne jeta na jepet vetëm një herë. Na ka dhënë Zoti dhe këto krime të tjera neve duhet t'i dëgjojmë. Një person që merr jetën e tjetrit duhet të dënohet. Pra duhet të shkohet deri në fund. Dhe e dyta edhe pasuria. Kjo është pasuri e popullit shqiptar. Pra është për të ardhur keq që gjithë këto para të cilat do vinin në Shqipëri, pra nga lekët e brendshme, nuk vinë. Edhe SPAK-u tash merret domethënë dhe me çështjet e drogës. Çështjet e drogës jam dakord, çështjet e drogës kanë rrezikshmëri shoqërore. Por tek dëmi që i bëhet popullit shqiptar, sepse vinë parat nga perëndimi vinë në Shqipëri. Tek paratë shqiptarëve këtu janë marrë shumë pak dhe kanë bërë miqë, është bërë mirë të paktën më në fund është pranuar të hetohet. Nuk e di shkaqet dhe motivet, se ndoshta do kenë pasur edhe ndërhyrje nga linjat e George Sorosit, se janë linjat forta, nuk duan që të hetohet, por të paktën më në fund, mas shumë përpjekjesh, këta po vendosën ta hetojnë. Tani çka kemi vënë re nga mediat në mënyrë të përmbledhur që ka ndodhur me këtë kompani. Janë dhëna të dala nga mediat. Dhe ne jemi fjalë e lirë, jemi në mediat, do ta diskutojmë. Tu s'kemi probleme. E para janë pagat e larta, shpenzimet të fryera të stafit. Pra kemi shpenzimet fryera. Po të keni parasysh hakerat iranian nxorën dhe pagat. Po të keni parasysh dolën pagat. Aty kemi parë pagat frikshme mujore. 400.000, 500.000 euro në muj, 1 milion euro. Çfarë janë këto paga? Çfarë këto paga kaq të larta? Çfarë punë bën ky njeri që bën? Çfarë punë ka bërë? Mos bën 2-3 punë bashkë. Që këtu të pagat është rritje shpenzimeve. Sepse çfarë hile ka kjo? Sepse nëse jemi një moment shumë bukur, ka pagën e lartë, janë bën këto shpenzime. Po fryja e shpenzimeve duke rritur shpenzimet në mënyrë fiktive del me humbje. Pra të ardhur që vinë nga nafta, ti thu, shiko, kemi shpenzime të dyshimit, domethënë kemi shpenzime dhe nuk kemi fitim, kështu që fitim shtetit nuk i japi.
Kemi fryre, kemi dhe të konsulencat ligjore. Kemi konsulenca ligjore që janë të diskutueshme, që cilët duhet të verifikohen. Kemi gjithashtu duhet verifikohen numri punëtorëve. Nëse punëtorët e bankersit vetë, se janë të fryre e shpenzimeve, janë apo jo fizikisht në punë. Kanë shku këta njerëz fizikisht në punë apo jo, duhet i verifikojë SPAK-u. E tjetër duhet verifikohet, sepse nga ana e SPAK-ut, që duhet nga SPAK-u, tash do ta them pse duhet nga SPAK-u pak më para. Duhet verifikohet se pusët e naftës merren në shfrytëzim, që janë marrë në shfrytëzim. Por ata duhet të mirëmbahen. Kemi fol një ditë e rastësisht me një specialist të fushës naftës, tha xhepat e naftës, ose këto naftës si punës sfungjerëve. Pra si punës sfungjerë që e merr naftën një herë duhet presësh sa sfungjeri të marrë prapë ujë. Këta janë shfrytëzuar sipas rregull apo jo? Sepse por një pusë, në rast se nuk shfrytëzohet sipas protokollit, ai bie thahet. Duhet verifikuar gjithë pusët në 2004 që ka marrë bankersi dhe janë pikërisht to pusë sot. Nga informacionet që kanë nga media ke pusët thara, sepse janë shfrytëzuar te normave. Duhen verifikuar to pusë. Pusët që janë tharë si pasojë e keq shfrytëzimit të nëntokës. Gjithashtu duhet të verifikohet lidhjet punonjësit e bankersit. Kanë lidhje apo jo me politikanë ndryshëm. Janë puksuartarë dhe duhet pa rroga. Mos kemi fenomenin e Alçi Buakos që çoi babën roje me 10 milion lekë në muj. E qartë, e kuptova. Tashi, edhe të rasti i dhadhës që e përmeni dhe Leonardi. Duhet pyetur gjithë formën, sepse dhadha sot, për mendimin tim personal, është dënuar vetëm për kësaj çështje. Kjo është çështja që ka varros Adriatik dhadhën. Po të mos kishte deklaruar dhadha të kishte pushuar çështjen, do ishte në punë sot. Do ishte antar i gjykatës lartë sot, ose me një vend tjetër. Dhadha ngriti zonin këtu foli dhe u dënu. Duhet pyetet çfarë bisedash konkretisht duhet gjetë forma nëpërmjet video call-et e tjerë, çfarë bisedash ka bërë atëherë dhe pse ka pasur frikë për këtë çështje. Sepse çështja po të ishte para 9 vjetë, se bëhet fjalë për 2015, 2016, edhe pasojat sot dhe vjedhja do ishte më e vogël. Nëse ka vjedhje, do ishte para 10 vjetësh. Edhe vonesat e SPAK-ut e ka marrë në 2010, në 2020, domethënë dhe prap e ka kthy. Po janë shumë faktorë. Çka vjedhja aty Karanja ka? Po ka. Ne nuk e themi do se themi, po edhe e themi burse na kanë vjedhë. Tani duhet pyet dhadhë, çfarë patet dhe sepse ka lidhje të drejtë për drejtë. Sepse personat të cilët kanë shku dhadhës aty kanë qenë të ambasadës aty dhe këta personat duhet pa asistentet e huaj që kanë asistuar gjatë dënimit dhadhës. Se ke ato që vinë me makinë, kush janë ata persona? Kanë lidhje apo s'kan lidhje? Kanë lidhje sot, kanë lidhje me bankersin apo jo, se duhet pjetë procesi e hetimit. Dhe në rast se del shkelje, SPAK-u duhet marrë guximin të ndajë çështën, ta çojë çështën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndikim palishëm. Pra, ndahet çështja. Qofse një shtetas amerikan bën një vepër penale, ti shkoj edhe atit. Shkoj atje, sepse ne në bazë të konventës Vjenës, pra në bazë të konventës Vjenës nuk mund të merret penalisht, ndiqet penalisht një huaj. Por ti në vendin e ndjekjes e vendit e çon doset, ka shkelje, dhalla tregoj çka ka ndodhur, nëse është burr, nëse është tri atje. Duhet ta thotë se çka ka ndodhur këtu. Kemi dhe masanet tek ajo që përmeni dhe Nardi, falja e borxheve. Borxhi lind pyetja, kujt janë këto lekë që falen? Janë lekët e xhepit, lekët e mia që të falën ty ose i fal Nardit na lekë në dorë, apo janë lekët e popullit? Atëherë si i falti lekët e popullit? Kush je ti që i fal? Me çfarë tagri i fal? Ti fali lekët e tuaj, le të fali shtëpitë zonja. Fali shtëpinë vet, t'ia fali. Por ti s'mund të falësh pasurinë e popullit. Sepse këto lekë, ky borxh, ky gjyq i fituar për 100 milion euro, do ishte lekë që do i hiqesh bankersit, le ti shtoj bankersit, kjo ti shtoj bankersit te shpenzimet. Se quhet shpenzim kjo, një detyrim të shtoj. Ti ke fal borxhin, nëse është e vërtetë, po është e vërtetë. Si s'është e vërtetë, po ne kam letër këtu. Atëherë është e vërtetë, duhet marrë përgjegjësi penale, madje kjo tesh përdorimit të detyrës. Kjo është gjë tjetër, duhet pa çfarë interesi ka pas ky njeri. Është urdhër më vin. Urdhër i ministrit. Është e firmosur nga Anila Denaj. Atëherë ky urdhër se shpika ose s'kam duhet marrë, kemi urdhër edhe praktikat, kemi parasysh, kemi urdhën e ministrit se si del ka në zbatim të kompetencave të tij ka urdhër, si është fal ky borxh. Duhet parë dhe rasti 2007-s, heqja e TVSH-s, sepse shohim që kokoshi ka ngel vetëm një thel, hiq njëri, hiq tjetër, hiq njëri, tash i kemi një thel të fundit. Edhe këtë po e hajnë vetë, edhe ne jemi 0-0. Çka ka fituar populli shqiptar nga 21 vjet shfrytëzimi i kësaj? 0 Karanja. Çfarë mund të themi? Jo.
Unë them është minus. Është minus, Është shkatru ambienti, është shkatru mjedisi, shumë shtëpi janë të prishura, janë shteru puset janë shteru aty. Si mas një inxhinieri që tha një burim, tha pusi tha po nuk u mirë mbajt, po s'u mbush ajo sfungjeri që ta shtyhesh prapë, si për një sfungjeri, e shtyhe fut ujë dhe do ta lesh ta marrë ujin vetë. Atë duhet të pyes sa puse janë zhdu. Pra neve jemi minus, ne kemi shkatru pasurinë tonë. Ato puse nuk janë shfrytzu, po janë shkatru. Dhe duhet dali dhe duhet shohim mos bëjnë një falsifikim, ulin numrin e puseve, po këto janë aty se i din njerëzit, por duhen pa hartat se mos bëjnë dhe ndryshime të hartave. Puset janë shumë të rëndësishme. Shteti, mi që s'kemi fitu gjo, po kemi shkatru dhe edhe vendin tonë, është shkatru ajo zonë, është zonë që edhe trajtimi mbetjeve e tjere me probleme me ndotje. Se ti ishe shumë më mirë e këshim miu fare, qa vlerë ka, pse u dha kjo punë, më mirë të mos ishe shfrytzu fare. Por janë gjithë to, rrogat e persona, futja e persona, rritja, shpenzime, bëj qoka ne, bëj qok ne që ka arritu. Spaku, duhet i lica që është edhe të parashkuar një tender pa lidhe me një fshat që janë prej ca pyje, neve nuk na duhen u dha i urdhët për ca pyje, pylli minët prapë. Kurse ky është shkatrim i cili duhet me seriozitet. Kjo dosje duhet ndarë çdo këto episod që diskutohen me Nardi, qoftë në vitin 2007, qoftë duhet trajtuar në mënyrë të pavarur pse ka ndodhur. Ndan me fraksione. Ky është pikërisht ndarë me fraksione dhe njerëzit punojnë ta mbarojnë këtë dosje. Sepse siç e thash në fillim, është jeta e personit që s'vin më, edhe puna jon. Tash puna prikën. Ne merremi droga është e treta. Pra në rëndësinë jeta, pasuria shqiptarëve, droga është e treta dhe trafiqet. Kështu duhet ta kenë si tabela ato kur futen aty në punë, ta kenë me tabelë. Se ku duhet nisemi. Faleminderit. Edhe sikur këto vepra penale, për shkak të kodit procedurës, për shkak të kodit penal, të jenë të parashkruara, edhe sikur po them, Hetimi duhet bërë dhe duhet çuar në gjykat dhe personat në fjalë duhet të marrin dënim pavarësisht se ata teorikisht, pra, nëse të më falin zoti Gens Ruli që po e përgojoj sonde dhe po e bë protagonist me zor, sepse nuk kam asnjë gjë me të personalisht të hetohet. Por nëse vepra penale për cilën mund të dënohet ish ministri, mund të jetë 5 vjet, dhe ajo vepër penale sot është parashkruar, ka kaluar 20. Spaku nuk duhet të shkojë, nuk duhet të ecin me këtë lloj qasje. Pra është parashkruar, nuk po merrem me këto, jo. Hetoje, dënoje, nxirren në publik, sepse këta janë njerëz publik o zotëri. Ta nuk janë njerëz si nuk i njeh faslagje. Prandaj të duhet të bëhet kjo gjë. Spaka ka bërë këtë në rastin e një biznesmeni tek një dosje politikani. Nuk e morën e tim sepse ishte parashkruar vepra. Po thuaj emrin. Nuk po nëse pas ka bërë do ta ke bërë publike. Jo. Ah, okay, s'pas ka bërë gjë atë. Informacion. Po s'ka bërë gjë atë. Ta dhash informacion. Nuk ka bërë gjë o zotëri. Edhe një herë po them. E dyta, ore ti si është e mundur domethënë që ti më thua mua gjatë gjithë kohës që un kam vetëm shpenzime dhe nuk kam fitim, ku ti ndërkohë të paktën deri në vitin 2013, Bankës Petrolin ishte një nga 80 kompanitë në Shqipëri. Po. Një nga 80 kompanitë dhe ishte e renditur e treta ose e katërta, që jepte donacione të qëndrueshme për fondacionin e zonjës Liri Berisha aso kohë. Tani, t'ja për fondacion për bamirësi, për fëmijët me autik. Po, ajo është një gjë që është një vlerëson në duke, sigurisht e vlerëson. Totalisht e vlerësueshme. Pyetja ime është, ore, kur ti je një kompani që jo të ndetshme financiarisht, si mund të japësh donacion për bamirësi? Ti duhet të kesh, të marrësh donacione, e jo të japësh, sepse nuk ka sens ekonomik. Kjo lloj historie që po të cilin po flasim. Dhe e treta, ore, nuk e kuptojnë domethënë, e kuptojnë të paktën ata njerëzit që janë atje në Fier, në Vlorë, në ato rrethina, tek Mballshë, e kuptojnë domethënë që fataliteti i madh që ka ndodhur me në tokën shqiptare, për ata në veçanti për Shqipërinë në përgjithësi, është i atill saqë sikur neve të kishim arritur të shfrytëzonin vetëm çarekun, jo gjysmën, jo përtej asaj, të gjithë kësaj pasurie, të gjithë këtyre viteve, unë besoj domethënë që ky vend do ishte
absolutisht do konkuronte në ana ekonomike vendet të Bashkimit Evropian me kuptimin me tillë fjalës, sepse s'duhet ta ngres tekën si punë Berishës dikur. Si punë Berishës që thoshte jemi këtu me Gjermaninë, apo si punë e këtij zotërisë që thotë domethënë që ç'pun kemi neve, kemi diellën. Pra, mos lejmë domethënë në dy aludime dua të bëj. Nëse më lejon. Jepi. SPAK e pranoi këtë çështje. Mbas 3 herë refuzimi. Bravo. Ka informacione që qarkullon, dhe me Karandri kemi diskutuar. Qeveria amerikane po kërkon të hetoj George Sorosin. Ata kanë nxjerr. Kanë nxjerr pra, domethënë i ka quajtur dhe organizat terroriste më duket, për të qenë korrekt në termat. Tani, a mundet që një nga ato pikat e diskutimit në Amerikë të Altin Dumanit, tjetë edhe një këto çështje që na duhet nisi me Sorosin dhe ti bëri një lidhje të bankersit me Sorosin. Po, nuk e bëra lidhje kot, është kështu. Është kështu, po pra, të shkon mendje që mund të jetë një porosi sa dhe amerikanëve kjo tani. E kujt për Altin Dumanin? Jo për Altin Dumanin, për bankersin. A ka lidhje me Sorosin? Merre hetohet tani, se na duhet ta hetojmë. Tani vetëm mund ta fantazoj këtu. Unë bëra një aludim, më thënë mora gjithë një deduksion logjik. Unë nuk e di, unë di të them domethënë që amerikanët për te asaj që juve kishi dëshirë shumë, domethënë që ta vishnit me një lloj aureole Altin Dumanin, se ky i madhi i madhërishmi, domethënë do ta mbajnë, do t'i japin një se duan dhe mbështesin amerikanët, ishte fakt e thirrën në Amerikë përpara një muaji, jo për ta dekoruar më siç e bëri Blinken. Po për të tërhequr veshje dhe ka përshtypjen që ato rroqën veshjen aq fort saqë 3 ditë më vonë të doli ambasadore amerikane këtu, e ngarkuara me punë, se ajo s'është në rolin e ambasadores, dhe të tha faleminderit Altin Dumani, tha po ti, tha tani do zëvendësohesh. Çfarë nuk kupton me këtë tani ti? Që i dhan duart. Që pritet një emër më i fortë se Dumani? Po sigurisht më. Sigurisht që do pritet një emër tjetër. Jo, më i fortë sa se emër tjetër. Më i fortë nuk e di më zotërisë, a më i fortë apo më i dobët. Ti nuk të fort Dumani, kjo. Unë dua të fortë institucionin, nuk dua të fortë robin. Njeriu. Njeriu ikën o zotëri. Iku Ismail Qemali, Ahmet Zogu, Enver Hoxha, Sali Berisha, do ikin Edi Rama, do ikin mërë. Këtë të fundi nuk e diti. Edi Rama në? Këtë nuk e di, kështu që. Koha ka të reguar që çdo kujt i vjen, por... Ne do duhet të krijojmë institucione të forta, jo individ të fort. Ne duhet të heqim nga mendja idenë epoka e këtij apo ishte Altin Dumani, ishte Ben Kraji. Jo më zotëri, jo, është SPAK-u. Dhe ky si institucion ka vullnet këta 20 prokurorë që janë aty që vërtet të hetojnë ngjarje për të cilat deri para pak kohësh presupozohej se nuk mundet të merreshin në hetim nga edhe të çoheshin në gjykat. Që për mendimin tim nuk është kështu, po gjithsesi hajde ta gënjejmë prap këtë popullin tonë se aq do. Jo, se ne këtu kemi diskutuar gjithmonë që nëse SPAK shkon te Velia arreston, është testi final. Ja e boni, më duket sikur s'është testi final. Dhe me thënë ti... Të gjabim debat për SPAK-un dhe pyetja, thënë kjo tani. A mund të jemi në termin që nëse SPAK nuk heton bankersin, nuk ka bërë asgjë, sepse bankersi, kanë pyetje, bankersi të lidh me nivelet më të larta të qeverisjes 20 vjeçare, 2004, 2024, 2025. Atë, nëse do t'i marrësh nga radhë, po të them bankersi është nish, për shkak të dëmit. Po. Okej. Pastaj unë ty të kam randitur këtu bashkë me bankersin 15 çështje shumë të rëndësishme për të cilat SPAK-u minimalisht është në tejkalin të çdo afati ligjor, procedurial. Dhe këtu Ervini është më specialist se unë. Teatri ka filluar në 2020 dhe jemi në 2025-ën. Po. Incineratorët kanë filluar 2017 dhe jemi në 2025-ën. 2017 ka filluar në SPAK sepse 2019. Po 2017 ka filluar ata, hetimi dhe pastaj kaloi SPAK-ut, po të them. 2019 dhe jemi 2025-ën. Eko Parku që të ka kaluar 5 maj, që të ka kaluar po të them veprat të cilat u ka kaluar afati. Megoni Gal. Vepra sterilizimi, check-upi. Pra po të them një tjetër, janë jashtëzakonisht shumë çështje të cilat SPAK-u o zotëri nderuar, minimalisht është në shkelje të afatit hetimor. Minimalisht po të them. Mos të hysh pjesës tjetër thua, ha? Të paktën kap shkeljen e parë. Dhe se the Velia ti, po, është shumë e vërtetë. Mua nuk më intereson fare po çfarë është në Burg Veliaj.
Më ndoshta edhe për brektet së shoqes, as më në intereson fare. As më nuk merrem fare me të bëj avokatia sa ti as kërkujt në botë. Mua më intereson fakti domethënë që ku këtë ky spaku kur ta marrin një jetim, duhet ta kapin nga koka, jo nga këmbët. Se nuk mund të më thotë mua spaku që koka incineratorë që ka Alçi Bllako dhe Lefter Koka o burr. Nuk të rrisi gjë, a? Po mime të qëse të rritë ty pasë është ma betjet? Jo, e kam pyetje, realisht. S'ka se si të më rria, sepse nuk e ka bërë Alçi Bllako dhe Lefter Koka për procedurën e 3 incineratorëve, o zotri. Thënë ky që the, po thua që SPAK nuk ka guximin që ta jetojnë bankash deri në fund. Kështu do më thënë, kështu e përkthejmë. Okej, deklarata ime është të tillë, edhe inshallah nuk më del këtë radhë. Bankas do përfutojnë si Dobraçi. Faleminderit, Karaj. Karanxha, shkon do të SPAK deri në fund këtë çështje. Te bankersi. Unë them që po u morë seriozisht shkon. Pra nëse duhet prokurorët e SPAK-ut duhet të jenë pak patriot. Do të thonë thjesht jo duhet dalin te asaj, do të thonë emrat janë të mëdhenj. Por vendit disa gjëra bëhen për vendin edhe patriot. Pra personat që kanë vjedh shqiptarët duhen shkojnë para drejtësisë. Që janë këto janë hapur fare. Falet e borxheve dhe fryet e shpenzimeve, ndërkohë që për shembull po e marr dhe moralisht nga ana morale. Pse themi të jemi patriot. Sa naftëtar kanë vdekur nga smundjet profesionale nuk kanë asnjë lloj shërbimi. Sepse fryja e shpenzimeve të bankersit nuk është bërë për shpenzime shëndetësore dhe shpenzime tjera për personat dhe për smundjet profesionale të naftëtarëve. Shpenzimet aty janë bërë për me mush xhepin e njërit apo xhepin e tjetrit. Pra SPAK-u këtë çështje për mua është çështje më e madhe se droga. Është çështje më e madhe se ato që vinë me thes nga jashtë vinë në Shqipëri. Sepse drejtimi i lekëve, po të kemi parasysh shijeta, ty të vinë lekët nga jashtë në Shqipëri. Po. Këtu vidhet pasuria e shqiptarëve dhe del jashtë. Më të poshtë janë ata që vjedhin pasurinë. Jo se po justifikojmë të atjet, por rrezikshmëria shoqërore e vidhjes pasurisë shqiptarëve shumë herë më rëndë se sa ato që po na bëhen nga trafiku i drogës. Dhe të rëndësia e çështjeve penale, ne do shohim rëndësinë, do të shohim vendin tonë të parin dhe ndërkombëtarët të dytën. Jo ndërkombëtarët të parën dhe këta të dytën. Lidhe me atë që folëm dhe për Altin Domani që ka shkuar në Amerikë, po, mendoj që edhe për Fondacionin Soros mund të ketë ndjekjen e këtyre çështjeve. Duhet ndiqen. Siç jeni në djeni, në bazë të ligjit Riko, Fondacioni Soros është shpahur, domethënë po bëhen hetime si për organizatat kriminale të trafikut të drogës. Okay. Dhe bëhet fjalë ka filluar hetimi për 4-5 raste, na ka rezultuar që Sorosi ka financuar edhe Hamasin. Pra, do shifet nga rëndësia, kurse në Shqipëri shumë taksa të amerikanëve nëpërmjet Fondacionit Soros dhe fondacioneve të lidhura me të, nuk dihet se ku kanë përfunduar. Pra dhe këto do shihen. Kurse në lidhje me SPAK-un të bankës, po them prap, SPAK-u duhet ta shohë këtë çështje me seriozitet, sepse janë paratë e shqiptarëve. Pra duhet bëhen të guximshëm, dalin tej atyre 3 kthimeve që e kanë kthyr mbrapshtje. Çështjet ndajnë janë shumë të qarta. Fryja e shpenzimeve dhe ne me këtë analizën këtu, domethënë nuk është se po japim mend atyre, por janë fakte, ne po flasim fakte. Këto janë të paktën 4 studio ligjore që domethënë do duhet ja përmend emrin, po kam frikë se u bë reklam. Prandaj s'duhet ja përmend emrin, sa janë për të përmendur emrat në negativitetin e tyre po flas. 4 studio ligjore që kanë marrë 6 milion, 4 milion euro, 2.7 milion euro, 1.3 milion euro nga Bankës Petrolio. Po mirë Monard, ku kishe studion tënde? Për konsultim, për këshillim ligjor. Tani kjo këtu është, domethënë, jo të kapësh kokën me do, ta heqësh kokën fare, sepse e di çfarë. E di ti që Bankers për gjatë gjithë këtyre 20 viteve ka pasur drejtori ligjore. Që s'ka nevojë për të pasur studio ligjore. Po çfarë do të studio ligjore? Mund të ketë pasur në punë 20 jurist. 20 financier. 200 naftëtar, ku di unë domethënë, po ta them kështu në tani, për çfarë jep ti 6.7 milion euro? Për çfarë thoja? Me qëllim? Për të gostitur thua? Jo. Për çfarë? Për të pastruar sa lek. Po ti jap ty dhe në ndërkohë nga këto 6.7, 3 do t'i marrësh, 3 do mi japsh. Apo e bëra llogarisë si luli. 3.7 me 3. Okej?
Rëshkasin gjithmonë 700.000. Është qartë, gjërat vockle. Pra kjo është historia. Tani këto studiot kanë emër mbi emër më. Janë të zgjut këta më. Kanë qenë ministra më. Ka deputet aty. Ka deputet më, kanë qenë ministra më, këta na jepni ne. Këto. Paraja të bën që t'japësh mend. Ke drejt. Ti e di shumë mirë. Ke shumë drejt. Ne s'dim me dhomë mend fare më burr. Jo, unë do thash, ku e kishe studion tënde ligjore se mund t'ishe ti një ndër ata. Por ti je nga ata që nuk do të bëjnë kompromise. E pi kafeni I qete, nuk the kokën mbrapa. Se s'dihet si vje punës. Nga herë të ngelen fyta e copë molle. Dhe kjo ishte mesazh. Të ngelen fyta, më mirë pi kafen për qefi, I ujë pa gaz për qef aty në fresk, se sa. Ta fishën fresk aty me bankomate 313. Po. Mendoni se parat mund të kthehen shqiptarëve, ka ndonjë gjë që mund të kthej Bankës Petroleum? A mund të marrin këto para mbrapsht një pjesë? Mos jesh nart se na kanë vjedhur. Nart na ka lënë pa kokër leku në xhep. Dhe për këtë do jemi Ti ja kupton që ta zënjeti edhe sikur ta kishin shfrytzuar naftën e Patos Marinës së Ballshit, ky vend domethënë do ishte realisht konkurrues me të gjithë, me Sloveninë. Në qartë. Më kaq, mos më shkoj larg shumë më burr. Më kaq. Akoma sot është një e kam të lagja, po me emër do të thënë, është një inxhinier që punon te bankës. Dhe më shpjegonte historinë e kësaj. Ore thoshte, nxjerrnim 4 për numër, 4 bote dhe këtu shkruheshin 2. Nga vet ai drejtori I madh. I dhe I thoshte, "Ore, po prit më se prodhova 4. Nuk prodhova 2." Ç'pun ke ti? Nuk e di atë ponte, se s'merr vesh ti. Nuk e ke pa mirë. Hapur. Dhe po flas për ton naft. Për ton më, nuk po flas për litra. Kamioni më është. I ke para të kamionit. Por e vapor më ti. Vapor. Pra një vend që ndër të paktët në Europë që ka burime naftmbajtëse dhe nuk ka raffineri nafte dhe e paguan naftën më shtrenjtë se çdo vend tjetër në Europë më burr. Ti shkon në Kosovë, është nafta më lirë, shkon në Maqedoni. 1.3. Shkon në Maqedoni kemi lirë, ata nuk kanë një gram naftë nuk e nxjerrin, e marrin nga Durrësi e çojnë në Ohër apo në Shkup dhe paguajnë më pak. Nardon kur nisën për Kosovë, Ç'të mund tani ty? I hull një 20.000 lekësh sa të kaloj kufirin dhe karburantën e parë që I gjesh ku e mbush plot. Po, është më mirë dhe më cilësore. Dhe më thjesht sa kaq nuk ta them dot. Pse bëjmë këtë? Sepse kemi naftën të merësisht shtrenjtë. Dhe jemi vend që kemi burime nafte në mënyrë, por kemi dhe burime të pashtershme, hajdutësh profesionisht, që këto I kemi më të shumë se sa puset e naftës. Këtu s'të ndihmoj dot. Shikoj nderuar është rënd kur e mendojnë që Shqipëria është vjedhur në këtë lloj forme dhe sigurisht vjen momenti që ne përsëri shpresën e drejtojmë tek prokuroria e posaçme SPAK të herë për të shkuar deri në fund një hetimi, siç është ai ndaj Bankers Petroleum, pas 3 herë refuzimesh nga ky institucion që arsyet ende nuk janë të qarta, ndoshta janë treguar të pakujdesshëm. Ndoshta mund të kemë pasur një X apo Y presion për të mos e hetuar dhe për të shkuar deri në fund zbardhjes së të vërtetës se ku kanë shkuar miliardat e eurove, të cilat një pjesë e konsiderueshme e këtyre parave ju takojnë qytetarëve shqiptar, të cilat e kemi thënë gjithmonë kthehen në formën e investimeve mbrapsh. Tani duket se topi është sërish në dorën e drejtësisë së re, prokuroria e posaçme SPAK ka një detyrë mbi detyrat kur vjen fjala për të zbardhur ngjarje të rënda, të cilat janë të natyrës kriminale, sepse është krim të vjedhësh para tona, të cilat ne I paguajmë me djerës torturohemi nga mëngjesi në darkë, 30 ditë të muaj dhe 12 muaj të vitit, për t'i fituar me punë të ndershme që po nisë qytetarëve shqiptar. Dhe lutemi të gjithë si mede, si qytetar, mbi të gjitha që të zbardhet e vërteta, ata përgjegjës të cilët kanë futur duart hundut në këto punë për të na zhvatur, të përballen në fund me drejtësinë, a drejtësi që meritohet, dhe të shpresojmë që në një formë apo në një tjetër të parandalohen këto vjedhje, se për t'i kthyer këto parat nuk di nëse është e mundur që këto para që janë vjedhur ne të mund t'i marrim mbrapsh, këtë duket shumë me 0 shanse, por nga ky moment e mvijim le të jepet mesazhi I fortë.